e tjera. Sepse në këtë mes Rama as ka për të humbur, as ka për të fituar. Rama thjesht po bën pjesën e diskursit të tij politik për detyrën dhe karrikën që mban. Kaq. Po bën atë që ka bërë me ashtu siç edhe Berisha po bën të njëjtin gjë kur thotë unë do të bëj padi publike për mashtrim. M'fal, domethënë po e kuptoni që nuk ekziston as logjika e veprës në atë që thuhet, jo të tjerat. Kështu që në këtë pikpamje edhe një herë jemi përballë një diskursi politik me të cilin sa më shumë merremi, aq më shumë e potencojmë gabueshëm, sepse diçka tjetër po konsumohet diku tjetër. Dhe kjo është pika e dritës në një perde të errët, që është një selective attention, është një vëmendje selektive që i përthithet publikut në një pikë të vdekur ku nuk ka produkt. Jam dakord. Për të prodhuar diçka diku tjetër. Pra pëteqi vëmendjen me një argument tjetër për të lënë fushën e lirë për në fundit, nëse ky debat do të bëjë mbi faktin, more sa qëndron kjo gamë dyshimesh mbi ballukun, sa është dëmi i prodhuar. Nëse ne do hyjmë në analizat saj natyre, ndoshta befas ne mund të kishim një publik i cili fillon të reagonte dhe thotë prit pak. Se unë dua të kuptoj sa më parë sa dëm më ka prodhuar kjo zonja mua, nëse. Le të kuptojmë kush është zemra e problemit. Zemra e problemit nuk është fiton apo humb Rama përballë gjykatës kushtetuese, domethënë bind apo jo Berisha gjykatën kushtetuese që të ruaj integritetin përballë presionit të Ramës. Nuk është ky problemi. Problemi real është, a është në gjendje ky publik të kuptojë nivelin dhe cilësinë e qeverisjes me cilin përballet, në mënyrë që të shtrëngojë presionin publik ndaj atyre që qeverisin për ta përmirësuar këtë qeverisje, për të imponuar ndryshime specifike, për të krijuar. Mirë, pra, domethënë, në qoftë se këto, sepse unë mund ta besoja në këtë mes edhe opozitën, nëse opozita vjen dhe thotë, është momenti që ne të bashkohemi të gjithë në front, e kupton? Për të ndërtuar një frym të re kundër korrupsionit në qeverisje. Dhe kjo gjë do më shmangte mua pendulumin e vizitave në bulevard një herë në javë, kupton? Nuk prodhojnë ndryshime. Vetë Berisha është i vetëdijshëm që kjo nuk prodhon ndryshime. Kjo thjesht mban një farë, le të themi, presionit të caktuar, një lloj tensionit të caktuar në ajër. Si të zhdukur me qënë se dolëm tek vizita në bulevard, sot është e hëna e 3 në orën 18, pra bas gati 1 orë e gjysëm do të jetë foltorja për javën e 3 përballë kryeministrisë. Shikoni, këto janë pa diskutim instrumentat të presionit politik dhe Berisha është mjeshtër i politikës rrugës. Kështu që në këtë pikpamje Berisha gjithmonë ka fituar me bulevardin. Po ndryshe nga bulevardet e erëve të tjera sot nuk ka njerëz. Jo, mirë. Në 2 të hëna nuk se ka një mbështetje masive. Njerëzit janë produkt i kumtit, i asaj që thuhet. Dhe qartazi nuk do të vazhdoj të mos ketë njerëz për sa kohë kumti do të ketë të lloj forme. Dhe në një farë mënyrë unë kam bindjen që dhe themi vetë PD-ja është në një fazë, po themi peshimesh të tjera, për të gjykuar në ç'më mënyrë do të mund të aktivizojë më mirë skemën, por në esencë në gjykimin tim, pa dashur të thash, opozita ka detyrën e saj. Dhe detyra opozitës është të mbajë një lloj tensioni të caktuar në raportet politike, në zhvillimet politike me radhë. Kjo është forma më e padëmshme për ta realizuar këtë lloj gjëje, domethënë, që në një farë mënyrë i jep opozitës të drejtën për të ruajtur gjithmonë, le të themi të drejtën e fjalës. Unë besoj se në këtë mes ajo që i mungon sot opozitës nuk është institucioni i veprimit, i mungon kumti. Dhe i mungon besueshmëria e kumtit.